Rezia, e keni gati atë deklaratën e Smakishës, se jam të ja dhënë mundësin me folë pa e lëshu njerë dhe deklaratën e famshme. A mund ta transmetojmë? Me flisë ju lutëm, po jo. Mirë, po të zirën pra deklaratën, hajde. Pa flash. Dhe kjo titulli, po nisna me titullin tanë. Kur Kurti, as 3, as 2, as 1, bilis, ka Kurti 3, se kjo e gabim. Ka Kurti gjys, 40 dit në kohën e LDK-s, dhe ka Kurti 1 dështuar tërësisht, dhe Kurti 3 as ekziston, as kom ekzistuar, as kurs do të bëhet. E dyta, wow, si interpretimi, Kurti gjys, Kurti 1 dështuar dhe Kurti 3 kurs ekziston, dhe s'do të ekzistoj. Prandaj, gabim është me thon Kurti 3, se s'kemi pas 3 qeveri Kurti. E dyta, Kurti sot e ka vendosur Kosovën e installat jo kushtetuese, prandaj nuk gjeti partner. E dyta, e pa se sa rëndë dhe sa gënjeshtar ishte kur i kam votat si kam votat, dhe sot pra ka dështuar një anti-amerikan ta bëjë një qeveri e cila do ta çojë Kosovën drejt sferës ruso-kineze. Prandaj publiku i Kosovës ka fituar, ndërsa ju doktor E ka qenë momenti kur Fatima Hajdari e gjironte se thështë mos po mik kjo deklaratë e Smakishit. Tu ja dërgu te ju në live. Njëre, pas ka ditë që e ke totalisht pasakte, ka nuatur. Jo, unë e menoj që nuk do të ketë qeveri Kurti 3 prap. Prap? Dhe menoj që kryeministri Albin Kurti, nëse bëhet, është kryeministri i diasporës, jo i Kosovës, sepse diferencën apo rritjen e votave që e bëri nga diaspora, që kam shumë respekt për diasporën, por që nuk mund të jetë kryeministri, nuk do të ishte asesi, edhe po them që nuk do të jetë kryeministër i qytetarëve dhe prezident, sepse kjo mënyra se si u bloku Kosova për 9 muaj dhe mënyrën se si opozita dhe ashtu ishte e lodhur, dhe këto LDK dhe PDK dështuan tërësisht sepse nuk u ballafaquan frontalisht me të, dhe po ta shikojmë aleanca për ardhmërinë e Kosovës, pra Deçani nuk kishte votuar për vetëvendosjen dhe një konfrontim sado që e pati me gjinin tjetër, Samil Ushtoki prapë mbajti Skenderajin, pra nuk mund të fitoni një garë as në boks as kërkon pa u ballafaquar me kundërshtaren. Dhe këta nuk ja përmenden asnjëherë as emrin gjatë kësaj fushatet të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, dhe rrjedhimisht Albin Kurti i argëtoi qytetarët. Pra qytetarët dhe votues, më vjen shumë keq që po them, por nuk po kërkojnë zhvillim, as mirëqenie, po kërkojnë argëtim, prolla dhe mesele, dhe ky po i furnizon me të madhe. Ndërkohë që ja u ka shtrejtuar rrymen, ja u ka vështirësuar jetën, dhe këta pra po e votojnë. Pra e pruni ankthin,